Alba Story prezanton. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Bleona dhe jeta ime mori një kthes që as në ëndrat më të çuditshme nuk e kisha paramenduar. Kur u martova me Arbenin, mendova se po hyja në një familje tradicionale shqiptare. Arbeni ishte djali mirë, ishte punëtor, por pak i heshtur dhe shpesh herë ishte i zënë me punët e tija në qytet. Ne u vendosëm të jetonim në shtëpinë e prindërve të tij. Ishte një fshat paksa i veçuar, ku ajri ishte i pastër, por koha dukej se kishte ndalur. Vjehra ime, Teto Fatmia, ishte një grua që nuk pushonte kurrë. Mirë po, njeriu që ra me njëherë në sy ishte vjehri im, Axha Selman. Tani kur mendoni për një vjehër, ju shkon mendja tek një burr i rrept që kërkon kafen tek koka e krevatit. Por Selmani ishte ndryshe. Ai kishte një qetësi që të bënte për vete. Ishte rreth të 60-tave, me flokë të thinjura plotësisht, por me sy që i qeshnin gjithmonë. Ai nuk ishte njeriu i urdhërave, por ishte njeriu i bisedave dhe i qetësisë. Gjithçka nisi me kafet e mëngjesit. Arbeni nisej herët për në punë, e Fatmia shkonte te kopshti ose te komshijet, dhe mbeteshim vetëm unë dhe Axha Selman në balkon. Nuse, apo e pimat kafe që dita bësh vetëm ti, më thoshte ai duke qeshur. Në fillim, unë rria me kokën ulur, siç e kërkonte zakoni, por ai nuk e donte këtë gjë. Ai filloi të më tregonte histori nga rinia e tij, kur kishte punuar si mësues në zonat e thella. Ai nuk fliste për veten si hero, por me një humor që më bënte të qeshja me zë të lartë. Më tregonte se si kishte humbur rrugën e borë dhe kishte përfunduar në një pyll mjaft e dendur. Ishte kjo thjeshtësia e tij që nisi të më tërhiqte. Ai nuk ishte si djemt të rinj që njoh sot, që vetëm flasin për makina e para. Selmanti dinte emrin e çdo luleje. Dinte të rregullonte çdo gjë që prishej në shtëpinë tonë dhe e bënte pa ja thënë me shumë qetësi e pa bërë gjithë zhurmë. Ndërsa një ditë, teksa po pastroja dritaret e katit e dytë, shkalla rrëshqiti pak. Nuk rash, por u tremba shumë. Arbeni nuk ishte aty. Ishte Selmani, e ai që erdhi me vrap i pari. Ai as nuk bërtiti e as nuk u panikos. Më kapi për dore dhe me uli në stal. Bleona, jeta nuk ikën nëse dritaret mbeten me njolla, por ikën nëse ti nuk merr frym lirshëm, më tha me atë zërin e tij të ngrohtë. Ai shkoi vet, e mori leckën dhe i fshiu dritaret. Një vjehër që fshin dritaret që lash unë për gjysëm. Në fshatin ton kjo ishte skandal, por ai e bënte me aq naturalitet sa që mua më duk njeriu më modern në botë. Atë natë, ndërsa isha shtrirë pranë Arbenit që po gërhiste sepse ishte i lodhur, e gjeta veten duke menduar. Përse Arbeni nuk ka as 10% e durimit dhe ëmbëlsisë se babait e tij. Pastaj zbulova se Selmani
kishte edhe një bibliotekë të vogël të fshehur në dhomën e tij të punës. Një pasdite, kur shtëpia ishte e qetë, ai më ftoi brenda. E di që ti i pëlqen librat, më tha ai. I kam parë në valixhen tënde kur erdhe, më tha Selmani. Filluam të diskutonim për libra të thjeshta, për tregimet e vjetra, e ai më shpjegon të gjërat në një mënyrë që unë nuk i kisha menduar kurrë. Fillova të ndjeja një lloj admirimi që po kthehej në diçka tjetër. Nuk ishte tërheqje fizike, por ishte një lloj dashurie mendore. Unë mezi prisja që të tjerët të dilnin nga shtëpia, që të ulesha e të flisja me të. Ai më ndëgjonte me të vërtet. Për herë të parë, në shtëpi, dikush më dëgjonte vërtet kur flisja. Gjatë darkave, situata bëhej qesharake. Arbeni tregonte për çmimin e naftës dhe se sa shumë lodhej në qytet, ndërsa Teto Fatmia ankohej për dhimbjet e mesit. Unë dhe Axha Selman shkëmbenim vështrime. Ai ngrinte njërin vetull sikur të thoshte, edhe sa do të zgjas kjo. Pastaj Fatmia tha, Selman, po plakësh, nuk po i mban me mend gjërat. Ajo kthyen nga unë, shkelte syrin, pa u parë nga të tjerët dhe tha, e vërtet, po plakem, por disa gjërat e bukura i shoh më mirë se sa të isha një i ri. Zemra më rrahu fort. Ai po fliste për mua, apo ishte vetëm imagjinata ime. Ai kishte një mënyrë për t'i thënë gjërat që mund të kuptoheshin në dy mënyra, por gjithmonë mbetej zotëri. Kaluan muaj, fillova të kujdesesha më shumë për veten time, kur e dija se do të rria me të. I bëja këmishët e tij me aq merak, saqë Fatmia filloi të bëhej xheloze, por në një mënyrë humori. Mojnuse, ti po e bën vjehrin të duket si dhëndër çdo ditë, më thoshte ajo duke qeshur. Unë skuqesha dhe ulja kokën. Por e vërteta ishte se unë kisha filluar të dashurohesha në mënyrën se si ai e shikonte botën. Ai kishte një lloj mirësie që Arbenit i mungonte totalisht. Arbeni ishte i mirë, por i vrasht, e Selmani ishte poezi pa vargje. Një ditë, ndërsa po mbillnim disa lule të reja në kopësht, duart tona u preken rastësisht mbi dheun e njom. Ishte vetëm një sekond, e ai nuk e largoi dorën me një herë. Më shikoi drejtë në sy, me një shikim që nuk ishte as i prindit e as i vjehrit. Ishte shikimi i një njeriu që kuptonte gjithçka që po ndodhte në shpirtin tim. Që nga ajo ditë, atmosfera ndryshoi. Nuk ishte me vete muhabet e qeshje. U krijua një lloj tensioni i bukur, por i rrezikshëm. Kur hynte ai në dhomë, unë harroja se çfarë kisha në dorë. E kur unë kaloja pranë tij, ai ulte gazetën dhe më ndiqte me sy derisa dilja nga dera. Asnjë fjalë të pistë e asnjë gjest i pahishëm, vetëm respekt i shoqëruar me një lloj adhurimi të heshtur. Unë fillova të pyesja veten, çfarë po bëj? Ky është vjehri im. Por zemra nuk pyet për tituj e as për pemë familjare. Ajo rreh për atë që të bën të ndjehesh e gjallë. Dhe Selmani, me historitë e tij, me qetësinë e tij dhe me mënyrën se si më mbronte në çdo debat të vogël familjar,
ishte bërë qendra e botës sime. Erdhi vjeshta. Një natë ra një shi i madh dhe drita të fiken. Arbeni ishte në rrugë, i bllokuar nga moti. Fatmia kishte rënë që të flinte herët. Unë mbeta në salon me një qiri të ndezur. Agha Selman erdhi dhe ul përballë meje. Drita qiriut i bënte tiparet e tij të dukeshin edhe me fisnike. Ne nuk folëm për një kohë të gjatë, vetëm dëgjonim shiun që përplasej mbi çati. Bleona, tha ai me zë të ulët, ka gjëra në jetë që vinë në kohën e gabuar, por janë aq të vërteta sa të dhembin. Unë e pash me sytë plot lot që nuk dija pse po më mbusheshin. Ai e zgjati dorën sikur do të më prekte flokët, por ndaloi në ajër. Distanca mes nesh ishte vetëm pak centimetra, por ndjehej si një mal i tërë. Nuk duhet ta kishim lejuar këtë, përshpërita unë. Ai qesh i lehtë, me atë melankolinë e tij të zakonshme, e më tha: disa gjëra nuk lejohen, mojnuse, ato thjesht ndodhin, si shiu mbi tokën e tharë. Në atë moment ai më tha: Bleona, nuk mund të mbetesh gjithmonë e mbyllur këtu. Është koha të mësosh t'i japësh makinës, që të jesh e zonja vetës. U ula pranë tij, dhe ai, me shumë qetësi, më shpjegonte marshin dhe timonin. Ishte hera e parë që dikush investonte kohë tek unë, jo si nuse që duhet të shërbeja, por si një njeri që duhej të ecja përpara. Shpejtësia që ndjeja nuk ishte vetëm e makinës, ishte rrahja e zemrës sime që më thoshte se jeta ime po ndryshonte. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.